Mbani rozmarinë në shtëpi dhe thoni lam të mirë këtyre problemeve. Rozmarina njihet si një ndër erëzat më të rëndësishme që nena nevojitet për të realizuar pjatat e shijshme, por kjo bimë ka edhe veti të tjera kurative. Studime të shumta kanë nxjerrë në pa veti të padiskutueshme të rozmarinës, ku theksohet se ajo ndihmon në qarkullimin e gjakut, si edhe njëkohësisht përmirëson humorin. Bima e rozmarinës gjithashtu përmban antioksidantë të cilët gjithashtu munden që të mbrojnë mëlçin tuaj dhe të përmirësojnë pastrimin e saj. Një nga mënyrat për të marrë të gjitha këto veti kurative është duke zjerë një lugë rozmarin në ujë të nxehtë për plot 10 minuta dhe duke e pirë atë çdo ditë nga pak prej saj në formë çaji. Gjithashtu ky lëng shërben për të luftuar dobësinë e përgjithshme të trupit tuaj si edhe favorizon lehtësimin e tretjes.